Shumë pacient më pyesin koronar CT apo koronaroangiografi. Të dyja egzaminimet kanë anët pozitive dhe anët negative. Por po ta marrim thjesht si egzaminim, cila është superiore? Egzaminimi superior është koronaroangiografia. Koronaroangiografia arrin që me një siguri shumë të lartë të përcaktoj atë lezionin, do me thënë vendin ku është e ngushtuar, dhe interpretimi sigurisht që bëhet dhe në varësi të ankesave të pacientit, në raste që ka stenoza, ka ngushtime të cilat janë, kur i them me atë shprehjen as mish as peshk, ku nuk është e sigurt, duhet stent apo s'duhet stent, po pacienti ka dhimbje, mund të bëhet gjithashtu një matje me kateter e këtij ngushtimi dhe të shikohet nëse duhet vërtet stenti apo jo. Dhe e mira e koronaroangiografisë është se mund të bëhet direkt edhe ndërhyrja në të njëjtin moment. E keqja është se duhet në trup të bësh, pra është një ndërhyrje e vogël, jo kirurgjikale, por është një ndërhyrje mini-invazive. E mira e koronar CT-s është që trupi nuk e prek fare, as këtej as andej nuk ngacmon asgjë. Por të këqijat janë se koronar CT-ja ka limitimet e veta si egzaminim. Për shembull, pacienti duhet të ketë një ritëm të rregullt, nëse ka pacienti një çrregullim të ritmit të zemrës nuk bëhet dot, dhe duhet që pulsi i zemrës të jetë i ngadalt, prandaj jepet dhe medikamente që të ngadalësohet pulsi. Gjithashtu, ka pacientë të cilët janë adipoz, pra janë mbi peshë. Këta kanë vështirësi në përcaktimin e saktë, pra nuk arrin që ato fotografit, të zemrës të bëhen të bukura. Prandaj, ka shumë pacientë të cilët e bëjnë këtë koronar CT dhe prapse përfundojnë në koronaroangiografi, sepse siç po e them, ka përparësitë e veta. Një alternativë shumë interesante është scintigrafia e miokardit.